Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni: Ashton ka filluar takimet çështja e statusit e paprekur. Kreu I opozitës siriane pranë ndërheqjes. Ashton ka filluar takimet çështja e statusit e paprekur në përpjekje për të parafruar pikpamjet për arritjen e një normalizimi I marrëdhënies midis Kosovës e Serbisë. Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, baronesha Kristina Ashton, ka arritur mbrëm në Prishtinë, kurse sot ka filluar takimet me zyrtarët më të lartë të vendit, si dhe me përfaqësues të partive politike, përjashtuar vetëvendosjen. Siç merret vesh rreth orës 9, ajo takua me presidenten Atifete Jajaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Me gjithë interesimin e kuptueshëm të mediave që së paku të regjistroi takimin e tyre, ato nuk u lejuan. Presidenti Jajaga theksoi se mendësia është që Kosova të marrë sinjale pozitive nga Bashkimi Evropian, posaçërisht në procesin e liberalizimit të vizave dhe të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri baronesha Ashton theksoi rëndësinë e dialogut për gjetjen e zgjidhjeve dhe vlerësoi konstruktivitetin e palëve në këtë proces. Aeroporti I Shkupit vjet më mirë në Europë. Aeroporti Aleksandri I Madh në Shkup ndërrua me mirënjohjen për aeroportin më të mirë në Europë në kategorinë deri në 2 milion pasagerë në vit, që ndan Këshilli Ndërkombëtar I aeroporteve për vitin 2012. Mirënjohja jepet në bazë të përgjigjeve të pasagerëve në formularët për vëzhgimin e cilëtetit për shërbimet e aeroportit. Drejtori operativ I holdingut TAV Aeroport, Murat Onekol, sot në konferencën për shtyp theksoi se kompania e tyre është ndërruar nga ky shpërblim prestigjioz për aeroportin e Shkupit, I cili, ashtu siç tha, ishte sërish ndërtuar dhe filloi të jap shërbime për shumë kohë të shkurtër, që u themeluan në diturinë e tyre dhe përvojën. Ish ushtari Amerikan I bashkohet Jabhat al-Nusra. Një ish ushtar Amerikan I u bashkua forcave siriane të Jabhat al-Nusra, raporton britanika Telegraph. Ushtari Eric Harron ka luftuar me grupe të shumta të ushtrisë shërbimtare siriane dhe ka pohuar se shumë kolegë të tij janë vrarë. Gjatë një interviste me Fox News, Harun tha: "Unë isha distancuar nga shokët e mi dhe për një çast u sulmuam nga ushtria e Bashar al-Assadit. Shumica e grupit tim u vran gjatë sulmit dhe unë beta I vetëm." Kështu grupi ushtarak al-Nusra më mori në komandën e saj. Harun shërbeu në ushtrinë amerikane gjatë viteve 2000-2003, megjithatë ai kur nuk u dërgua për veprim dhe u lirua më vonë nga detyrat e tij për shkak të dëmtimeve në kokë gjatë një aksidenti me makinë. Harun, I cili u konvertua në Islam pasi u miqësua me 2 irakianë në SBA, udhëtoi për në Siri pas marrjes pjesë në protestat e vitit 2011 në sheshin Tahrir të Kairos. Ai pastaj vazhdoi të udhëtojë gjërësisht në lindjen e mesme. Kreu I opozitës siriane pranë ndërheqjes. Burimet nga e përditshmja arabe Al Hayat njoftojnë se kreu koalicionit kombëtar sirian Muaz al-Khatib mund të paraqesë ndërheqjen e tij për shkak të mosmarrëveshjes me figura të tjera opozitare. E përditshmja arabe tha se sekretari I përgjithshëm I koalicionit kombëtar sirian Mustafa al-Sabah I dërgoi një letër Muaz al-Khatib duke I kërkuar atij të formojë një qeveri të përkohshme. Letra ishte një reagim I dishuar për deklaratat e fundit të Khatib, ku ai kishte thënë se formimi I një qeverie të përkohshme do të mbjellë ndarje. Sabak gjithashtu theksoi rëndësinë e arritjes së një ulëseje në Ligën Arabe dhe ndjekjen e samitit arab në Doha që mbahet në fund të muajit mars. Lidhja Arabe tha se është përgatitur të jap ulësën po opozitës së Sirisë nëse ajo krijon një organ ekzekutiv. Konflikti sirian po vjen në vitin e tretë dhe Kombët e Bashkuara kanë vlerësuar së paku 70.000 njerëz të vrarë, ndërsa burime të tjera thonë se numri I viktimave është 100.000 persona.
Në Moskë arrestua lideri i muslimanëve uzbek. Policia e Moskës arrestoi shtetasin e Uzbekistanit Abdulhafiz Kolmurodov, i cili konsiderohet si lideri i organizatës ndërkombëtare Partia Islamike e Turkmenistanit, të cilën Rusia dhe Perëndimi e klasifikojnë si organizatë terroriste. Grupi i udhëhequr nga Abdulhafiz Kolmurodov, shërbimi për shtyp i policisë, e akuzon se ata gjoja merren me rekrutimin dhe transferimin e njerëzve të ardhur nga Azia Qendrore në kampet servitore të talibanëve në Afganistan, Pakistan dhe shtetet arabe. Parashikimi i motit. Të nderuar dëgjues, koha në Prishtinë është 10 gradë Celsius, vranësira dhe reshje shiu, ndërsa Tirana ka vranësira po ashtu me shi me 13 gradë Celsius, ndërsa Shkupi ka 14 gradë Celsius, vranësira dhe diell. Të nderuar dëgjues, kjo është atyra përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 16 deri takimet tona të radhës. Mirëmbëçi. Perëndimi e themeluar në vitin 2006 vetëm për një arsye, për të thirrur në rrugë të Allahut. Ashhadu أشهد an la ilaha إن لا إله illa Allah إلا الله wa ashhadu أشهد anna Muhammadan أن محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. Rrëfime të vërteta, emocion. هيا للصلاة مش عم يفهم بلا ما يفهم مش عم يفهم هيا للصلاة اكشف بالون namazin subhanallah اكشف بالون namazin subhanallah. Thirrje në rrugë të Allahut. Kret le të bëjnë keq, ju bëni mirë. Kret le të folin keq, ju folni mirë. Kret le të zgjatin gjuhën e të çajt, ju mbledh në gjuhën e runa, ju mbledh në gjuhën e runa. Të gjitha këto në një adresë të saktë: www.radiovizpendimi.com.